O Allahu im, vërtet, ti je gjykuesi. Je ai që gjykon me drejtësi dhe që nuk i bën askujt të padrejtë në gjykimin tënd. O Zoti ynë, gjyko në mes nesh, sepse, me të vërtet, ti je gjykuesi më i mirë ndaj atyre që bëjnë padrejtësi. O Allah, ma lehtëso kryerjen e veprave të mira, ato që i di dhe ato që nuk i di. O Allah, më jep gradën më të lartë në xhenet dhe të lutem, përgjigju lutjeve të mia. O Allah, të lutem, të më ngresh lart emrin tim, të mi heqësh barrët e mia të mëkateve, të përmirësosh punët e mia, të më pastrosh zemrën time, e të më i falësh gjunahet. O Zoti im, vërtet ti je i drejti, je ai që nuk ndikohet nga ndjenjat dhe emocionet, e që dikujt të i bëj padrejtësi. Drejtësia jote është absolute mbi çdo gjë. Zoti ynë, na fal, na mëshiro, na ndihmo dhe na prano agjërimin që po e bëjmë për ty.